është art në vetë. Absolutisht. Do të thonë leximi i Kuranit ne muslimanët besojmë se është prej formave më të mira që të lidhin me Zotin e tjerë dhe kjo është baza mbi të cilën ne i edukojmë fëmijët tanë në lidhje me Kur'anin famëlar. Pra se është fjalë e Zotit, sa më pranë Kuranit, sa më pranë Zotit. Mirë, pa ajo vetë brenda pastaj ka edhe specifikat e veçanta, që është leximi i Kuranit nëpërmjet rregullave të tajwidit, që nënkupton, domethënë një lloj melodie të caktuar, një lloj pushimi në momente të caktuar, një lloj zgjatimi të caktuar, një lloj mbajtje të zërit plotësisht apo gjysmë kohë në momente të caktuara, gjë që e bën Kur'anin domethënë dhe e bën fëmin shumë të zhvilluar, shumë elastik në lidhje me raportin e dëgjimit. Për këtë arsye domethënë gjithë ta lexues të mëdhenj të fuqishëm të Kur'anit, si rasti Abdul Basit, Abdul Samet ose Minshaw Jut apo Sudaisit apo Shurejmit apo El Budeirit apo El Qasimit, gjithë këta domethënë është kultivuar tek qysh në vogjëlinë e tyre, është kultivuar dashuria për Kur'anin, për leximin e Kur'anit, konkurset e Kur'anit, leximi më i mirë i Kur'anit, domethënë nxjerrjen e fëmijëve përpara njerëzve për të lexuar Kur'an, gjitha këto domethënë e zhdërvjellësojnë fëmin, e bën fëmin, si më thënë, më të zhdërvjellët.